Komisioni shtetëror i zgjedhjeve mbrëm lajmëroi se gjatë ditës ka pasur disa probleme teknike me aplikacionin për kontrollimin e qytetarëve në listën e zgjedhësve. Pas ankesave nga disa qytetarë të cilët kanë deklaruar se nuk mund t'i gjejnë emrat e tyre në listë, por që tani mund të kenë qasje të lirë. Për sot lajmëruan se do të përfundojë aplikacioni për kontrollim të dhënave për personat të cilët do të votojnë jashtë vendit. Kryetari i KSZ-s Çiçakovski sot për Nova deklaroi se nuk ka dieni se çfarë po ndodh dhe se më vonë do të dalin më me shumë informacione. Pritet që sot, gjatë ditës MPB të dalë me informacion zyrtar pas shkrimeve në media se mbrëm para ambasadës të SBA-ve në Shkup është lënë e parkuar një makinë markës Zastava pick-up, tek e cila me pajisje të sigurimit të ambasadës është vërtetuar se është pozitive për eksploziv. Sipas mediave në vend, një siti për antiterrorizëm me pajisjet e tij e ka kontrolluar makinën dhe pasi në të nuk është gjetur eksploziv e ka dërguar atë për analiza shtesë, ndërsa rreth ambasadës është shtuar sigurimi. Kryeministri francez Manuel Valls dha dorëheqje dhe në vend të tij është emëruar Bernard Cazeneuve, ministër i drejtanishëm. Valls si dje lajmëroi se do të kandidohet në zgjedhjet presidenciale të ardhshme në Francë dhe për këtë arsye ka dhënë dorëheqje nga posti i kryeministrit. Cazeneuve në këtë funksion do të jetë deri në zgjedhjet parlamentare në qershor në vitin e ardhshëm. Zgjedhjet presidenciale në Francë planifikohen për muajin prill.